FSK sot pothuajse çdo ushtarak e ka në një periudhë të trajnuar diku jashtë vendit, kryesisht në SBA, Britaninë e Madhe, Gjermani, Kroaci, Shqipëri, Turqi, por edhe vende tjera. Sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleati ynë kryesor strategjik, sidomos në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, kanë qenë pranesht në gjitha këto etapa. Është për të theksuar që shumicën e këtyre shkollimeve që kemi realizuar, duke përfshirë edhe edukimin tim në kolegjet e SBA-ve, janë shkollime që janë jashtëzakonisht të shtrenjta, që me buxhet tonë patjetër që do të kishin pasur shumë vështirësi që të realizojmë, por është gati e pamundur ka qenë për një periudhë, edhe sot është ka vështirësi për të dërguar një oficer tonin për ta shkolluar në ato shkolla për shkak të kostos. Në West Point e kështu me radhë në patjetër janë ndër shkollat më prestigjioze ushtarake në botë dhe falim kësaj mbështetje si në aspektin financiar, por në aspektin e mbështetjes administrative ne kemi arritë që dërgojmë shumë. E thash, gati çdo oficer i Forcës së Sigurisë Kosovës e ka të paktën një edukim ushtarak që ka përfunduar jashtë vendit dhe pjesa dërmuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.